Të dashur qytetar Tiranës, demokrat, motra e vlezër, në këto vite në politik kam folë në shumë salla, kam folë para shumë njerëzve, po kur nuk jam emocionuar se sa flasë para demokratve, njerëzve të shtëpisë tonë, njerëzve të lirë, njerëzve që kanë sakrifikuar. Rëzimi monumentit diktatorit 35 vite më parë ishte çasti i kthesës madhe në historinë tonë. Ishte fundi një horrori, ishte fundi një diktature të pamëshirshme, që ishte instaluar në çdo qelizë shoqërisë tonë. Ky ishte triumf i një të vërtetë të madhe të historisë. Të gjithë diktatorët bien, të gjithë autokratët bien, të gjithë monumentet e autokratëve sa do të larta të jenë ato, bien erxohen në këmbët e njerëzve të lirë. Drita e gjen gjithmonë rrugën e saj. Liria triumfon gjithmonë, edhe në errësirën e diktaturës. Të një diktature që punoi pa pushim për të mbytur shpirtin e lirë të shqiptarëve, po nuk mundën ta mposhtin atë përfundimisht. Njerëzit mund gënjehen për pak kohë, njerëzit mund binden edhe për pak kohë, njerëzit mund të trëmben për pak kohë, po në fund gjithmonë njerëzit e gjejnë kurajon, e gjejnë besimin, e gjejnë forcën për të rrëzuar pushtetin e një njeriu. Të ati njeriu që mbi 50 vite ndërtoi një mekanizëm të frikshëm, survejimi e propagande, ra pikërisht atëherë kur mendoi se ishte më i fortë se kurrë. A ditë shqiptarët gjetën guximin t'i shihnin në sy, t'i sfidonin përballë e t'i thonin mjaft. Në 20 shkurt u rrëzua monumenti një njeriu që kishte menduar se do t'ishte i përjetshëm, po e përjetshme është vetëm Shqipëria e lirë. 35 vite më pas ne jemi në shesh, jemi përballë një autokrati të rilindur, ne jetojmë në një shoqëri ku pakica sundon mbi shumicën, duke grabitur qytetarët, duke e plaçkitur Shqipërinë. Sistemi i dikurshëm i dhunës sot është zëvendësuar me dhunën e korrupsionit, është zëvendësuar me diktaturën e korrupsionit. Korrupsioni është ideologjia e regjimit sotëm, të një regjimi që ka ndërtuar një ekonomi që i shërben veç klientëve, një sistem që ofron mundësi veç për krimin, një qeverisje që braktis qytetarët e saj. Pasojat e dhunës korrupsionit janë dramatike. Industria është në falimentim, bujqësia është në falimentim, biznesi vogël është në falimentim. Çdo i varfër e pensionist e di të vërtetën. Sot Shqipëria është një republikë ku të korruptuarit bëjnë ligje për të mbrojtur njëri tjetrin. Këtë e di mirë çdo kompani që përballet me dyert të mbyllura. Kjo nuk është Shqipëria e shqiptarëve, kjo nuk është Shqipëria e shtresës mesme, kjo nuk është Shqipëria që shqiptarët meritojnë, kjo është pikërisht ajo që Edi Rama ka ndërtuar, ku tendrat e koncesionet favorizojnë një grush njerëzish, ku bizneset luftojnë për mbijetesë, ku familjet e thjeshta numrojnë qindarkat, një sistem e një regjim që sot po largon shqiptarët. Po shtyp shtresën e mesme, po i shton taksat mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, ndërkohë që ata lart ushqehen me privilegje që nuk u kthehen kurrë qytetarëve. Për herë të parë në 35 vite, Shqipëria fatkeqësisht sot nuk prodhon më. Ky sistem ka vrarë meritokracinë, ka vrarë shpresën e të rinjve për të blerë një shtëpi, ka vrarë mundësinë për të ndërtuar një të ardhme këtu. Të dashur qytetar, në sistemet autokratike ekonomia është e para që falimenton. E mbasi ajo falimenton, autokratët kërkojnë që të mbijetojnë, të kapin drejtësinë, të kontrollojnë çdo institucion, të mos kenë mundësi që t'japin llogari. Kjo është betejë jonë, e kjo nuk është një betejë partijake. Kjo është një betejë për thelbin e Republikës, është një betejë për Shqipërinë e qytetarëve, jo të klientëve, për ekonominë e punës e jo të grabitjes e të favoreve, për drejtësinë e barabartë, jo për drejtësinë e të fortëve. Në këtë përvjetor ne duhet jemi më të fortë se kurrë, e duhet shohim njëri tjetrin në sy për diçka që është e qartë e të gjithë e dim. Brenda forcave tona opozitare ka pasur gjëra edhe që na kanë ndarë, ka pasur debate, ka pasur qasje të ndryshme, po sot duhet ta shohim njëri tjetrin me bindje të plotë e t'i themi që gjërat që na ndajnë nuk janë kurrë më të mëdha se ato që na bashkojnë. Nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë, përveç se bashkimit bashkë në një front të gjerë, politik, qytetar, social, të gjithë atyre që janë këtu e atyre që janë larguar. Nuk ka rrugë tjetër për të ndalë shpopullimi, nuk ka rrugë tjetër për të kthyer demokracinë, nuk ka rrugë tjetër për të shpëtuar Shqipërinë, nuk ka më kohë për të humbur asnjë ditë. Sot si 35 vite më parë na duhet guxim, na duhet besim, na duhet bashkim. Vetëm bashkë mund ta kthejmë lirinë, sepse autokratët bien, po Shqipëria është e përjetshme.